Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama i interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndahen në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 7 monedhat, faqa e monedhave, 2 shpatat, hierofanti. Këtu kemi një gjendje pritjeje dhe ndërtimi, por me një bllokim në vendim. 7 monedhat nënkupton se ju keni investuar kohë, ose energji, ose edhe para në diçka dhe po prisni rezultatet. Faqa e monedhave nënkupton se lind një mundësi e re, diçka e vogël, diçka që mund të rritet, por kërkon përkushtim dhe kohë. 2 shpatat nënkupton se ju nuk po merrni një vendim, jeni në mes, po e shtyni zgjedhjen tuaj. Hierofanti nënkupton se ju kërkoni drejtim, siguri, një rrugë të saktë. Ju duket se jeni në prag të një fillimi, por nuk po vendosni si të veproni. Ju po prisni rezultatet e diçkaje që keni nisur. Shfaqet një mundësi e re, por ju hezitoni. Dëshironi të bëni zgjedhjen e duhur, por kjo dëshirë për siguri ju mban në vend. Kartat këshillojnë të mos prisni garanci përpara se të vendosni. Rruga e duhur krijohet duke ecur, jo duke qëndruar në vend. Kalojmë në familje. Në familje kemi faqa e shpatave, bota mbretëresha e shpatave dhe 6 kupat në pozicion të pjerrët. Në familje kemi një përzierje mes vëzhgimit, mbylljes dhe një lidhjeje me të kaluarën që nuk është plotësisht e qartë. Faqa e shpatave nënkupton se dikush vëzhgon, pyet, mund të ketë një komunikim të kujdesshëm ose edhe kuriozitet. Bota nënkupton një cikël që përmbyllet, një situatë arrin fundin e saj. Mbretëresha e shpatave flet për komunikim të qartë, një komunikim i prerë, i ftohtë, racional, vendosje kufish. 6 kupat që ra në pozicion të pjerrët nënkupton lidhje me të kaluarën, por jo e stabilizuar. Mund të jetë nostalgji, rikthim ose diçka që nuk është plotësisht e zgjidhur. Një situatë familjare me sa duket mbyllet me qartësi, por e kaluara ende ka një ndikim të paqartë. Dikush vëzhgon ose kërkon të kuptojë një situatë, arrin një moment mbylljeje. Një person ose ju vetë flisni qartë, vendosni kufi, por një element nga e kaluara mbetet pezull, pra nuk është plotësisht i mbyllur. Kartat këshillojnë të mos lini gjëra të papërfunduara emocionalisht. E kaluara kërkon ose mbyllje ose qartësi, jo gjysmë gjendje. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kalorësi i kupave, 5 kupat, magjistari, 9 shkopinjt. Në dashuri, kalorësi i kupave nënkupton se ju ose një person afrohet me ndjenja, romantizëm, interes emocional. 5 kupat nënkupton se diçka nuk shkoi ose nuk shkon siç pritet, sjell pendim ose zhgënjim. Magjistari nënkupton se njëra palë përpiqet të marrë kontrollin, të ndikojë situatën, të rregullojë. 9 shkopinjt nënkupton se ka lodhje, mbrojtje, mure të ngritura. Duket se ka ndjenja dhe përpjekje, por zhgënjimi ndoshta krijon distancë dhe mbrojtje. Ju ose një person afrohet me ndjenja ose një situatë nis me emocion, por diçka nuk përmbushet. Mund të jetë një pritshmëri, një reagim. Pra, dikush përpiqet ta rregullojë situatën, të marrë drejtimin, por ju ose pala tjetër tashmë është më e kujdesshme, më e mbyllur. Dhe kjo krijon një dinamik të tipit afrim, zhgënjim,
përpjekje dhe mbrojtje. Duket se ka ndjenja nga të dyja anët, por edhe pendim ose zhgënjim gjithashtu. Njëri duket se afrohet, tjetri tërhiqet dhe pastaj ndoshta rolet ndërrohen. Lidhja ekziston, por lodhja vjen nga përpjekja e një anshme në momente të ndryshme. Kartat këshillojnë të mos ndërtoni një lidhje duke u mbrojtur vazhdimisht. Nëse duhet kaq shumë përpjekje për ta mbajtur, ndoshta duhet të pyesni përse. Kalojmë tek puna. Në punë kemi temperanca, 8 kupat, vdekja, 10 shkopinjt. Në punë, temperanca nënkupton se ju përpiqeni të mbani balancën, të rregulloni situatat. 8 kupat nënkupton se ju kuptoni që diçka nuk ju mbush më dhe sikur filloni të largoheni fizikisht ose emocionalisht. Vdekja nënkupton një fund të madh, një transformim. 10 shkopinjt flet se ju ndiheni të lodhur, të mbi ngarkuar, por kjo është edhe arsyeja e ndryshimit. Duket se ju po lini pas një situatë që ju ka lodhur për të hapur rrugë për diçka tjetër. Ju përpiqeni të balanconi një situatë pune, por në një moment e kuptoni që nuk ju përmbush më. Filloni të largoheni, emocionalisht ose realisht, dhe kjo çon në një fund të qartë. Nëse disa nga ju kanë të bëjnë me dikë të shenjës së shigjetarit në punë, me që karta e parë është temperanca, dhe temperanca është major arkana e shenjës së shigjetarit, atëherë kartat nënkuptojnë se ky person mund të ketë rol në procesin e tranzicionit, por jo domosdoshmërisht për ta mbajtur situatën, më shumë për të treguar që situata duhet të ndryshojë. Kartat këshillojnë të mos mbani më një barrë që nuk është për ju. Ndryshimi nuk është humbje, është çlirim. Kalojmë në prizmë orakull, ku kemi ankth. Kjo kartë është shumë e rëndësishme për gjithë interpretimin tuaj. Ankthi po ndikon në mënyrën se si po i shihni situatat. Si lidhet ankthi me sferat tuaja? Në gjendjen personale, ankthi ju mban në vend numëro. Në dashuri, ankthi rrit mbrojtjen dhe pasigurinë, ndoshta nga ju, ndoshta nga pala tjetër, këtë unë nuk e di. Në punë, ankthi lidhet me ndryshimin dhe pasigurinë. Në familje, ankthi mban të kaluarën pezull. Ankthi tregon një gjendje ku ju mund të mendoni më shumë se sa duhet, të dyshoni në vendimet tuaja dhe të ndiheni të bllokuar. Këshilla për ju është të mos i besoni çdo mendimi që ju vjen, sepse ankthi nuk është intuit, por frikë që kërkon qetësi, jo veprim të nxituar. Paçim.